Çulla financa garantash na ka dek çika po s'po na kallzojnë. Edhe veç kur na kanë thjesht pramtën, si ne thashë pesha, m'dure thash fjalë të mia që çika s'na dun fiksa e derë thash. Me shtije vladin dhe me dur tua mja caktu vorrin e shënaron. Allah i kanë mos e sprovu. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të emisionit të Harruarit. Sot jemi në fshatin Ponesh, tek familja Shala, e cila një jetë dhe është pa më herët. Me një rast që fatkeqësisht ka përfunduar tragjikisht. Është rasti me vajzën e saj, e cila ka pas një smundje prej këmbëve, që sot familjarët na tregojnë se si ka qenë smundja, dhe fatkeqësisht në klinikën universitare të Prishtinës ajo ka ndruar jetë, dhe sot asë ditë familja nuk ka një raport mjekësor pse ka ardhur deri tek ajo ngjarje. Mirëpo, prap kjo familje ka nevojë për një ndihmë tjetër, që besoj që do t'ja dalin, sepse ka edhe djalin e tyre 5 vjeçar, i cili vuan nga një smundje tjetër dhe ka nevojë për ndihmë, për ndihmën e juaj, të cilës sot na shikoni dhe na dëgjoni. Djali i tyre 5 vjeçar sot kërkon mbështetjen tonë dhe tuajën që të shkojë dhe të shërohet në Turqi me një shumë 27.000 euro. Shumë e cila për juve së bashku dhe kur bëhemi bashk është shumë e lehtë dhe do ja dalim. Shërimi i tij do të ndodhë ditën e martë të këtij muaji. Do të mjekohet në ditën e martë dhe padyshim këto të holla apo këto tarna do të jenë urgjente për familjet, sepse kjo familje ka nevojë dhe e ka të obligueshme që ditën e martë e ka terminin që të shkojë dhe të bëj intervenimin e smundjes së tij. Pra, ne duhet jemi pranë kësaj familjeve që e njëjta gjë mos t'i ndodhë edhe një herë, që të ketë 2 ngjarje të tilla që i ka ndodhur me vajzën e saj më herët. Zotri Fidan, domethënë na e përmendëm ngjarjen se ç'ka ndodhur me vajzën e juve. Na thuni edhe një herë për çfarë smundje ka pas vajza juve, si ka shku gjendja në klinikën dhe mënyrën se ç'është trajtuar këtu dhe pse nuk keni ndonjë raport që ajo shpeshkafit ka ndruar jetë apo s'është sot në mesin e juve. Faleminderit për mundësinë, për aksinë që na keni ofruar si media. Mbështes të gjithë shqiptarët anë banku janë për domethënë për gjithçka që kanë bërë për familjen tonë, edhe ata që na kanë përkrahur si popull, se vajza ka qenë diagnostikuar me një anomali me shputat konve të kthyme nga brenda, ju kanë nështruar operacionet, domethënë o hospitalizuar me 3-tin, 2-tin 2026-ën, intervenimi ka ndodhur në 4-rin muaj shkurt, domethënë 4-rin 2-tin 2026, pas operacionit supozohet pas doktorëve stafit mjekësor, vajza unë kam dëshimet e jo të bazume, po i kam dëshmit shumë të forta që vajza ka ndruar jetë në sallë të operacionit. Mjekët kanë manipulu me një sabit zotit, kanë marrë vajzën e vdekur e kanë qunë në intenziv qendrore, pa pas nevojë, kanë dashur si familje, si prind spaku, si bab, si non, me na njoftu, ka ndruar jetë vëlla, ka ndodhur rasti, ndodhin rastet me dëshirën e kërkojna, pa dëshirën e askojna, mund me ndodhë të sene, po unë uroj që rastet e tilla mos ndodhin mesin ton, familjet tona, anë mban shqiptarëve ku janë, ku jetojnë, ku veprojnë, ku qëndrojnë, uroj që rastet e tilla mos ndodhin asnjë familje, asnjë qytetari, asnjë individi, kështu që jemi të zgënjym me anën e drejtësisë, jemi të zgënjym me stafin e QKK-s, për shka me manipulu me një vajzë 3 vjeçare, për shka me manipulu. O këndash la me tregun, pa ditë që vajza ka ndruar jetën. Gjatë operacionit, jo me marrë vajzën me qunë në intenziv qendrore,
vajza e vdekur me nejt në aparatura, mas 24 ore me bo atëfar mishmashin me thonë ka ndru jetë në ditën e gjumo, ditë beku me të zotit, edhe me thonë ka ndru jetë në mëngjes në ora 6:30 mëngjesit, edhe me na i dhonë lajmin ma të hidhur që e kom pas në jetë, o kon lajmi për vdekjen e vajzës, kështu që kam tashti djalin me probleme pak ma të thella se të vajzës, pas 3 intervenimeve në Kosovë, doktoresha paraprakisht e ka bo baba i doktoreshës Dafina Bytyqi, e ka bo e Cem Bytyqi djalin operacion, suksesi o kon 0, e ka bo Dafina 2 herë ka intervenu, o kon suksesi. Veç sa ju ka përkecu gjendja, djali ka probleme, djali është me një fjallë, është shumë keq, uroj edhe shpresoj se njerëz të vullnetit mirë, njerëz si shqiptar që jemi me zemër të madhe, doja dalimi edhe kësaj sfide, inshallah lutë Zotin që kush mos ka kësi farë probleme, kësi farë vujtje, kësi farë. Po jeta është e këtil, mujna me përjetu gjithë shka, edhe kështu që ju si media, si RTI, shprej falenderimin edhe për gjitha mediat e Kosovës, ato janë që neve na njoftojnë për gjithë shka, për shumë të mira edhe shumë të këqija, po kote fundit jem të marrë lajme shumë të këqija, nuk jem të marrë lajme të mira, po uroj që lajmet e mira të vinë çdo ditë, çdo minutë, çdo orë, çdo qas, që mos kem lajme të këqija në këtë vend, po veç kem lajme të mira për secilin qytetar, secilin individ, edhe kështu që uroj. Që cilën ditë ka me Djali keni me udhëtu për Turqi? Na kemi me udhëtu të hanën në mëngjes, djali ka intervenimin pas dite, se kam ju nështu, do me thonë, kontrollave, analizat kanë mjë bo ultrazoni i zemrës, i barkut, ku ta djene ato egzaminime shtesë i ka, pastaj operacion. Shuma që që kemi pa dhe nga keni thonë është ofër 27.000. Mbi 27.000, se tashti do të me cekë edhe publikisht, se shuma është e spitalit, do me thonë, veç që ditë që bot intervenimi, e të kuptu. Tani, këto që tashti të honën që kena mi kry, këto jenë veçmas. Do me thonë, ultrazoja, ato kitë po fatorëshin veçmas. Tani kemi edhe kontrolat, kemi. Se unë nuk kam, për momentin unë jam i papun, gruja është e papun, kemi pasë rastin me qiken, jemi me një fjallë, të në këtë moment, jemi shumë ngarkum si që kishtë, s'po di shme shprej edhe ma... Jo, do më thonë, jeni familje që i keni tash 2 qika. 2 djemë. 2 djemë dhe 2 vajza. Dhe jetoni edhe me një vlla që... është me sindrom Down. Me sindromin Down dhe ju jeni në përkujdesje edhe të vllat, do më thonë. Pa tjetër që po, ka probleme kë, i ka bo 48 vjetë, mosha e shtyme pak, për smundjen e tina është mosha e shtyme, ka probleme urinare, ka probleme me jashqitje, shtu shumë sene, po tashti e kemë për obligim. Pa dyshim. Kemë për obligim moral, njerëzor, qytetar, pa marrë parasysh e kam obligim, se vlla e kam pe një barë kemi dalë, do të me këshyrë, do të me interesu, me kujdes, po falenderoj publikisht bashkëshortën që kjo kujdeset 100% për ta. Jo 50 ose sa i takon, ama jashtë asajna, se kjo ka pas probleme dhe në kohën e pandemijës, ka pas vdekje klinike, bile kjo kohën në shtatzon që djalin që ta është që po lypet shërimi tina, kohën shtatzon pa mos, pa kur gjë që kjo e ka këshyre, e ka ushqy, e hupi edhe të pamurit, e syve, ju përkecu gjendja shumë, ka pas vdekje klinike me një fjallë, kështu që falenderoj publikisht bashkëshortën, e cila kam bështet çdo cep tjetës, çdo periudhë kjo konë kraj djathë jemi, edhe falenderoj publikisht para gjithë opinionit publik se
Ma ka dhënë Zoti një gru që se këshna bo, se këmë pas imagjinata, po shumë e falenderoj Zotin edhe këta që sot është mbështetja jemja, është përkrasja jemja, kështu që është një gru shumë e fortë, shumë e qëndrueshme. Për qikën u pëtakon qëtu fjetë në salon, misje e pëtëm të mërkurë, ma që e lam qikën aty në spital, që e qonë intenziv. A ka qenë gjenje të mirë në që Po. Qika u konë... Para para operacionit. Vesh me pas pati më të kalëzu një video, natën e vitit 3, këna pas përbim të konati, vitin e ri, o qëfar kësimi, qëfar hare, a e veç ka pëjtë dina pe kap dikush, u konë shumë kështë e dashme, kësejke, veç a pe merë dikush me valzue. E kem bërëm video në të kalëzë masane, ta në që vete për qështë ku ma rastin, një pas konë fjetë qëtu ku e në qikat, edhe djali ma dhe i qotë shumë herë, të shkonë shkollë sabah. Edhe pe njën edhe në telefonin rasisht, a jemi për spitalit, a jemi të bisidu me prind të Fidojenës, jam quja Allah shpet. Thash po, thash unë jam nona Fidojenës, a jeni sa në spital, thash jo, thash se unë me nuk në lishë, dy me në spital. E u desh thash marrë të shpia se i kishë në edhe 4 këtu. Edhe kur asip ma bënë duni, tha me arë sa urgent, tha se ju ka këtësu sa gjendja qikës. Thash kalëzëm, thash a ka dek, a din ta dibilëm që ashtu kështë thash që më bo shumë arkë. Jo, tha nuk muna me dhënë tha këto informacione në përmjet telefonit. Duni me arë tha këtu, shku shpet e shpet në dhëmë të burri. Qudha finan se garantash në ka dek qika po s'po na kalëzajnë. Jo, këmë veke më së bo marok. A besesh qatë ditë që këna shku që e kënë qu qikën intenziv të mërkurën, kur e kënë hishtin qatë derë. Fidan, thash qika, thash qëtu në ka hin. Thash besoj, thash që ka me në dalë ma e gjallë. Edhe vesh kur në kam thjesht pramëtën. Tine thash e pesha, më dure thash fjallë të minja që qika s'me dun piksa e derë. Thash shumë të merri me mëllë, a besesh flok desh në menca, flok. A la sot ati që në foto ka të shkoj e këqyri. Qa që mu ka dhejmë se të shkon smut, e kishna ditë, ja kush na prit herë do kur do vdekën. A më qika, më konë shnoshe mire, veç na për e partë aty, me kretë bërë folke, me kretë martën kur shkum, me kretë folke, e kretë veç keke na për dhoma, i folke, e kapshin, e qafshin, e me qutë të folet të kesh në salë, e mës me da më të adhon një herë një lojmë, qush duhet për qikë, veç kur këna për thamë emergjenca që e kënë marrë me tonë intenziv, ka ema e keqa, ka ishan intenziv, si thmija, veç është në ta shoha din pak, nuk na kanë lonë që a ditë mërkur me pa qikën, Ten, kur e këna pa bërë më shpejt ja këmë bërë një video, a besesh 5 minuta me thënë shumë është që e këmë pa unë qikën tem aty. Edhe kur na kanë thjerë të pramëte që këmë shku ma, se s'po mujas me thënë atë fjallë që këmë pa. Nuk muj më mdallë fjallë a pigurës më për qikë tem është me thënë. Qa me bo? E tash e për gjallin, kur shkum aty për gjenë në Turki, o a besesh qatë që të mërzita kur mjekoj ke gjallin, mjeki, kur e ka lëzobat në atin foton e qikës. Nuk mu isha me nalë vetën duka se thash në bërëm ta kishna pasë edhe qikën sot, e kishna këqër që tu sot baki shkon qikën ndurë të mija. Kusha me bo? Kërkesa jonë, në të thonë, është që se cili pa dyshim shqiptarët e këmë zemë të plavë. Dhe herë kanë tanë në statë artitën, dhe pa dyshim që edhe sot që me parë të njëve kontribuzve, do të kemi një shërim dhe një gëzim të familje, do të këdhejet gëzimjeve hareja. Dhe do të përkujtohem për të mirë dhe Zotit do të shpërblesit së të juve që kontribuar. Edhe njëherë përsëritim që nisja e kënjër të prindrëve me gjithë djallin e tyre do të ndodhë ditën e hane për shtetin turk dhe ditën e marrë do të fillojnë procedurat e ndihimit. Lusëm gjithë ata që sot në shikojnë, në këtë ditë që majë në gjithë marrën, që të kontribojnë dhe të jallë letësojnë, edhe të kthejnë harin gëzimin dhe vullnetin për jetë në këtë familje. Lusëm Zotin që mos ndodhë asnjëherë familje tjera që sprovohen me smundjet e tjera. Edhe njëherë falenderoj. Falenderoj publikisht e falenderoj nga zemra, nga shpirti, për kontributin, për angazhimin, për humanizmin e tina. Elmaz Misini është i komunës Dragashit, ai e ka marrë përsipër komplet dhe me thonë e cërinë e rastit ton, problemit ton, ai ka intervenu sot djali jon shërohet në Turki. E falenderoj publikisht nga zemra, nga shpirti që e ndjej për atë person, për atë njeri që ish me zemër të madhe, ai njeri ish... Me plot besim. Ai ish njeri transparent, njeri... Së di, çdo fjalë është e tepër për ta.
Çdo fjalë ishte tepër për ta. Edhe falenderoj edhe çikën e Dajës bashortës, aja na i ka ofru mundësien, kontaktin, na i ka dhënë kontaktin me ta se njeri ma human, njeri ma i sinqert, njeri ma i sakt, njeri ma i përkrym. Une ala njëtën tem i kom bo 4 vjetë nuk kom takuar. Sinqerisht për thëmë këta, publikisht për thëmë, a ish njeri me zemër të madhe, a ish njeri që cëntën e fundit pi gjepit vetë, nuk për kursejke për asë një rast, jo veç për temin, po a ish transparent me një fjallë. Allah, a i kisht, të a ish transparenca, që kjo me rëndësi, edhe se kur është, në bedin puna, shambull 27.000, a i tha fiton, tha unë ti mledhe, tha parët e operacionit, kohë nevoja, tha kjerën, tha e shesta, temin, edhe tondin, tha, edhe argjime shtes, tha, i krym, tha, në forcat tona, po, tha, operacionit, tha, djali tha në të ka shërim, djali tha në të ka sukses. E për që ata për thëmë publikisht që aji njeri ishtë me zemër të madhe, Elmaz Misini, edhe falenderoj publikisht edhe se para prakisht bashkërtja ka qenë me djallë edhe në Itali, edhe këta du me cek, u konë të motra e vetë, përka që ishte bërgjënaki jem, edhe të baldëska jon, do me thonë baldëska jem, edhe ka pas me forcat veta, me mundësit e veta, ka shprej edhe i vullnetin, sa do pak me këshyr, me kontrolu shpaku, e ka bo një kontrol, operacioni është atje i kushtu shumë, jashtë norma fshas, unë s'musha me dalë, me thonë publikisht njerëve që 4 kusurmi, mu ndërgjeqen s'ma bajke me thonë atë shumë, kështu që falenderoj edhe ata, i falenderoj publikisht, që e kanë marrë vullnet me vullnet tynve, e kanë qu, do me thonë, e kanë kontrolu djallin, djalli kështu me iniciativën e Elmaz Misinit, sot djalli shërohet, edhe inshallah veç Zoti është i madh, djalli inshallah gjatë intervenimit nuk ka në komplikim, e inshallah e me sukses, i falenderoj gjithë popullin shqiptar, anën ban ku janë, me zemër të madhe, se të na vujtjet janë tejsa desën e ma, shme thonë, me shti e vladin dhe, me dur tua, me acaktu vorën ish shumeron, Allah i kanë më se sprovu, Allah i kanë më se sprovu, maron nuk ish, ka raste si cili, e ka rastin e ndjenë dhimbjen për si cili ka dhimbjet e veta, po unë për pjesën tem, për mu ish rastin ma i ronë, me qu vajzën, të qesh e të lu, me mërë nërki vajzën, edhe ku, dorë të institucionit, dorë shtetit, që kjo është shumë e ronë. Edhe plus, prokuroria nuk ka marrë asë një mazë ndëshkimore ndaj ati personeli, ndaj ati stafi, o vëlla, unë s'pe thamë që e kanë bo me qëllim, larkë qovë se hakë si kom pasë, bërë si kom pasë, ma bo këtë sana, unë me dëshirë, shbesoj që një njeri që e mytë mirë e hujën, nuk e besoj ata e kam kështu tjetë mi mbenve, po pse të pak të nuk jë ndalë ditën kritike me thonë, kanë dru jetë vajza, vëlla, kanë dollë, që kjo kone fundit edhe na njerëz jemi bej, kumtojmë senet, ata me këshyr me mshef rasin, me manipulu, me ase, qysh me besu në atyve njerëve, qysh i besoj ose bashortja, qysh ju besan atyve. Tash prokuroria, raportin e autopsisë se kanë marrë nuk e bojnë publike, pse se bojnë publike se din që asha kanë bojnë doktor, pse mi mbrojt, unë jam qytetari Stivenit, ajo qytetari Stivenit, neve më konë për 5 minuta vi në arrestojnë. Në shtim bërgë edhe kanë dollë në rasti edhe u kryma abeti, njeri arrestohet, shtien para bërgim edhe hetimet vazhdojnë, edhe në fund ta japin dënimin e merituar dhe heth. Ata sot sillen lirshëm, mja jam handhej,
Valloj, këta se pranoj, une. Kur sa t'jam gjallë me shpirt, une këta se pranoj. Se pranoj, si prindune, s'moj me pranu, s'moj me bubal këta, pse? Pse, ku janë organet e rendit, se s'marin masa. Tani prind po dalin për në akuzojnë mes media. Jo, s'po t'akuzon prindi, po t'akuzon vet shteti po t'akuzon. Pse mas me marr masa? Që kjo është brenga jeme, që kjo është halli jem, që kjo është problemi jem, pse mas me marr masa si shtet? Për shka kemi kontribube, për shka kemi fliju, si cili njeri ka fliju çdo gjë për këtë shtet. Edhe sënë, mas me pas besim në institucione, kjo është e pafalshme. I kena pru në poshtet, i kena pru në këtë dit, nuk merë masa kosh një njeri. Nesër mund me ndodhë fëmijës tënë, nesër mund me ndodhë fëmijës kamermanit, mund me ndodhë si cilit. Ta është me dollë, ty me kur i shala ndodhë, me dollë me akuzu ti, ta është në me thonë se pi akuzan. Do është pi akuzoj e vla, pi akuzoj për manipulimin që e kanë bo me një sabit zotit 3 vjetë, me shku të vdekur me qunë intenziv. Kjo është krim kundër njerëzimit. Ka vdek vla, del kalzoj e prindve në koridor, kemi nejtë gjithë ditën, i kemi prit, pak dhe një informacion, dashim mas 2-3 ore në najdoshin një informacion, ta zgjohet vajza, ta zgjohet. Jo vla s'po zgjohet, po du të me qunë intenziv qëndrore se ju ka përkecu gjendje. Ku ketë mëre pej mëngjesit deri nora 3 mes ditës, mas me qu fëmijën tem, da me thonë intenziv. Se këni qu, mos i ko ka konë të përmisue, e tani ka orë të përkeque. Se këni qu në fillim, kur e këni po që shpidel anestezionin, se anestezionin ndodhë për një moment, është kundrej anestezionit është tjetëri baribe, që se unë vetën e unë konë në operacion, e di qka është operacioni, kom nejtë 4 ore gjys në operacion, e di qka është kundrej anestezionit, miret edhe do të me dalë pia, ta se e kanë po që kanë do dhe rasti, ju ka dek që i kanë sol, e kanë marë, e kanë bo ma tullëtën, që kanë zdot me bo, këta e kanë bo. E për që ata une nuk kam besim, asë në stafin mjekësor, sot për sot nuk kam besim, s'moj më revla, une për veti nuk e kam gudzimi me shku se ku me di që ka të bojnë këta njerës. Pse? Pse kur ta mytë mijën 3 vjetë tarmen e këti vendit, që apriti bitën vetë. Belet pakëtën me dalë publikisht me thonë, i shprejnë ngushëllime familjes, ka ndodhë rasti, kështu, na njerëz jemi, i kuptojmë edhe në regull bre jemi, se së funi botës, ka vdek, Zotë e pas ka bo emër qashtu edhe na me vujtë edhe, kështu që na njerëz jemi bre, nuk mujna me dalë pej vetës. Veç du të me qenë vetë vetja, amo me tarë puna, me quf mijën, thënë, me shëru, e me marë në arkival, kja është shumë e ronë bre. Se të pak të kish pas nëjë problem me zemër, ose me mushni, ose me organët breshme një trupit, ndodhen be, mone të mjerit, më përkecu gjendja, më me shputat komëve be vla, mja drejtu komë, jo që e kanë drejtu, po ato e kanë mytë krejt, sot është mesin tonë, a dy besh farë qikeve e kanë mytë, nuk më mujnë shpia për më do këtë thotën ka me të burë, pëse i kam kate, vendit e sajna së, këta asë një së në mshelin, pse me artë i të kjo, kështu që uroj që rastet e tilla më ndodhin kur... A pa gjë kur kem në aeroplan të shku për në Turki, a din kur aty më aty di sa është në altë aeroplanin Alësia, kur më ka bua zemi, mam, sa shemume, sa fidojena sa te zoti, sa, që tu, sa, dhe qishtë mu ka bua, besesh, mu ka duk që... Trupi nuk e disha ma, a është jam e jo, thash, ki ma bëj kisha po thët, thash që që mamën, ku sa ku jarë, tha nërmen, nuk e di se që ka shku mene, tha mam, sa fidojena, tha që te zoti... E po kësarë në Alësia, e të kështë talëzu, fjallë të fundet, kërë patëm qu për salë, të kjo patë konë të orë, veç vetëm pas konë, me një qikarion, me në shkonë zë vend që mjekës, ma bon qika din kërë ula aty, ma bon të aprita qëtu pak, edhe tani vjen sa mjekë. Ma beke qika të shku mam, kërë ula. Unë sa du me shkuta të shpia babet. Shumë punë e ka folë shumë fjallë, ka folë. Qa, zëmi fort tash e ka njës pak. Ajo ka folë shumë mirë. Unë e bëshe, po ma i mam, tash kena me shku adin. Kur ti bon tash operacionin, ishë në shkom, mam, ina ku të shpia babet, a me vete ina e ka bon. Tash po ma i mam kjus me të kena me shku tash të shpia babet. Kena me marë tash edhe zëmin, a zëmi ishke në eltë flajt. Tash kena me shku bashkë.
Jo, bëjke, na të shpia babit, tash, po kismet, na ta Shumë u kone lidhë durën me të mua. trena se zjoleu ga ty për thirën qikën, tha, oj, bukuroshe kjo, ha, ja bëjka din, ha. Sa më bëjke, ma, kush është kjo tash miki? A ti je miki e bëjke, ha? Thash po, thash më lëshkjo më gjitho. Apo vjen, tha, te argji, ju gjujtë në kradina nëse lugu, tash, jo, ko nuk e di sa ta me mos, ka tre, kenë. Veç e boni, tha mamit papa, veç më ka bo me dorë, po tham qaj u kërë momenti fundit, edhe kërë këm pa tenjtë, si tash ta kalzën video që këm pas kon intenziv. Shamë po. Veç maron, veç kush e din, kush u përjetu, e kupton që ta. Sa e që se din, inshallah zoti kush u përvon, kërkon hiq. Shamë po. Falenderojmë gjithë ata që kanë kontribu dhe kanë marrë këtë iniciativë që juve të ndihmojnë tash për djalin. Dhe gjithë ato të holla që do me dërgu, i kemi në linkun e me poshtën që ata cëltojnë me qu pare dhe me dhanë. Më thonë, janë do të edhe të familjarët, po edhe tek pjesa po shkullë dhe shijet në emision. Kështu që njëherë falenderojmë gjithë ata që po mundohen, të mundu deri këto dhe juve të cilët sot është jeni këtë video, që të kontribuojmë dhe të mundohemi që thamë, të kthehet shpresa, të kthehet gëzimi, sa të pak për djalin e tyre që mos të ketë njëjtin në fat sikurse edhe vajza. Zoti ju në rrofë që shpërbleft, na prapë do të jemi në kontakt me familjen dhe besoj që në misionin tjetër do të jemi me gëzim për shërimin e djalit të tyre. Patjetër po, patjetër. Momenti që e kryen djalin intervenimin, unë kam dalë dhe kam shpreh dëshirën t'i falenderoj tani të gjithë ata që ja kanë mundsu djalit tem, ja kanë mundsu të harmën e tina që të ketë si fëmijët e tjerë të ketë atë gëzimin e vetë, të heqë sikur fëmijët e gjithë tjerëve dhe uroj që çdo cent kanë dëshirë më konë shumë transparent, nuk tu një cent i askojna më konë, një manipulum, veç kam qef transparent më konë, ju këtë regoj qëllëve ku me dalë publikisht pas operacionit, ku me dalë cili du me djemë në të më thirën, ku me dalë me shprej falenderimin, edhe ashtu kështu e falenderoj se njerëz me vullnet mirë, si popull si jemi, shumë të vullnet mirë, uroj edhe shpresoj se shumë shpejt do t'ja dalmi edhe kësaj sfide, edhe lësë Zotin që veç operacioni shkoj me sukses. Veç një sen në mjetë Marok, edhe djebri në thasht atina Elmazët, të kish me një thash bre më herët, që sot dhe kish me dhe qikemi. Fati u koni ti dhe gru, s'kem shabojnë. Ka shumë të Zotit, po ata që kanë që nuk e kanë përgjithë që të shumë e tyre, pa dushim që kanë pas përgjithësi s'paku para Zotit. Allaj, para Zotit, inshallah Zotit i denan që shumë ata, fëmijës kam qef kohënin me spravu Zotit, se më spravu vetë. Maran të thash edhe ma heret, maran se mja përcaktu vorën fëmijës tonë, nuk ishë në dynjot, nuk ishë. Po, Zotit pas ka bo që shto, emër na me vujt, aja me shku në botën tjetër, kështu që inshallah na pret ku është vetë, se one pa dyshime nuk kam, aja u shku në lullat gjenetit, aja u konë sabije Zotit, u konë pas një as një gjëna, as një kur gjoja, pas një kosur, si thoi një fjallë popullore, kështu që shpresoj edhe uroj kur si raste mos t'i ndodhin askojna. Dërum, shikus na po e largohemi nga kjo familje, me shpresë që të kthehemi dhe ndëgjohemi vetëm nga të mira dhe gëzime. Faleminderit. Faleminderit që